qeveritarët tanë fatkeqësisht si në Shqipëri edhe në Kosovë paguajnë zyra lobimi për partitë politike, për ata si individ dhe jo për çështjen e kombit. Dhe kjo është një fatkeqësi, mendoj. Si partitë shqiptare Shqipënisë njerë thuajse të gjitha kanë paguar me miliona, me qindra mijëra dollar për arsye personale, jo kombëtare. Dhe kjo është një gjë që të dhem shpirti. Mërë tash për të jep një shembull brutal. Vjen keq. Po, paramenon e zyrtarin e shtetit shqiptar, qoftë Shqipni, qoftë Kosovë, në vizit në New York, në hotelin më të mirë që ka New Yorku, në kostumin më të bukur që mund ta ketë një njeri i rëndëm, ose forget të rëndëm, një njeri shumë i suksesshëm, me këpucat që nuk i ka ky shqiptari që ti e ceke më herët, që ka rri sukses në karrierë, ka rri sukses në financa. Orën e dorës të politikanit tonë nuk e ka ky shqiptari që ka rri sukses në financa, që ka rri sukses në karrierë. Dhe kur të vendosin me shku për darkë, ky zyrtari jonë i shtetit dhe në sakt se du të me shku të Benjamin Steakhouse, ose 50th Street Steakhouse, ose i din ato se ato i kam su, right? Edhe cigaret e Kubës e din ku janë më të mirat me shku me i ble. E tash çfarë ta mërmenja ty, ky shqiptari i shkret, që artu dhe ka nis punën edhe karrierën e vetë si pastrues enësh me i restoran. E nështë ka flajt edhe në atë restoran, se s'ka pas mundësi as banes me pagu fillimisht. E ma ne ka shku në shkollë, e ma ne ka kry shkollë, e ma ne ka rrinë karrierë, edhe i ka bo që ato miliona që ti për i përmen, qysh njetë kësat, ku ka ky mund ndjesi me kontribu financiarisht për minimun i veni, zyrtari i shtetit, të ati veni, në luksin që e parashe, më falë që e shpërfaq, ja ka lënë këti zotnis, që i ka të në predispozitat me njërësën e vetë me pasat luks, po nashta nuk e bën, se menëm për diçka ma shumë për te i luks. Unë menoj që ky është një frigoj, që pjesë arsyes të vërtetje, që është e vërteta, është e dhëmshme me e thonë, nashta është e vërtetë, realisht, sepse vjen kryeministri shqiptar, i Shqipërisë dhe bën aktivitet $300,000. E po sakt, plot kolegët me politikan kanë mu më idhnu që po e zhvesh kaq brutalisht. Jo, kjo është e vërteta. Nuk kemi pse t'i zhveshim, ne i shohim kur vin këtu, krekosën një ministër, krekosët sigur t'ishten muaj, si është atë, se s'dua ta them ato shprehjet e famshme fjalorit ton.